Mirë, shikues të dëgjues të nderuar, jenë në emisionin pa emër sot ditë e 22 mars, 22 maj, fal. Jenë në frekuencën 95.2 dhe 90.8 për rajonin e Dugaxhinit. Çtash kam Romja, ja nisi më bë ftoftë për shata tash mars. Hajde me më janis. Çati. Jemi live në klankosua.tv, ona që keni por votunin komuni me break dhe më na ndëgju. Edhe në TikTok emisioni pa emër, gaqe dani, aty mundi me na gjetë edhe mi po këtë sana. Në ekrantin të djathtë është miku im i përhershëm, gaqe mirë se erdhën. Përshëndetje. Sa bot. Sa më rjem të janis diçka çto zisha bolla, shumë lezëm jam të janis. Edhe unë se di koka sot di farmudi shumë i lezat, shumë i mirë. Jashtëzakonisht i mirë. Ja, po diçka edhe na dha një energji të mirë musafirish, çta gjykatëzona kush sigurt e keni pa kush, po çta gjykatëzona, po ke çaj na ndresh pak tripën në vllosën i kem diçka si zhaksi, si ditë e ajtë, atë ditë e ajtë të me shi, po se po është asi si kfaqilla që është e kjerë ta den që dhe me që s'don dhe në fund. Sak. Edhe çfarë të bëni ditë pa lidhje, po okay, me musafirin ke shumë nice dhe besoj që kena me kalu mirë me musafirin. Të zakt përshëndet pas se me shku të musafir. Përshëndetje për të gjithë. Respekt, se kena me shku të Renes edhe ty të përshëndesem. Nisim pse jo. Pse jo dhe Renisim pse jo. Sonte me neve është një artist kontroverza, mujna me thonë. Jo, thuj qa dush. E ju t'ja është. Ti në punë të tua datë. Ti pak me dashtë dhe bëj lartë i. Qysh dush le hamë? Amo, nuk muj me thonë artist e zakonshëm i bo. Është e vërtet kjo. Abden, nuk je i zakonshëm. Nuk je garnitur do me thonë. Ja, nuk je garnitur do me thonë. Do me thonë, sonte me neve është Ibro Deli, për krejt ata që nuk e njohin, mundi me hinë kësi edhe qysh në sen e parë që ka postu për shembull ose të fundit që ka postu Ibro në Instagram ose TikTok, e sheh që nuk je i zakonshëm. Nuk je në mënyrën e mirë, normalisht Ibro. Po dhe okay, faleminderit. Okej. Në mënyrën e mirë se më thon mas mori mirë se erdhe Ibro. Po se ato dashta më lidh, faleminderit shumë edhe sa i përket punës disponimit këta më intereson mua, jo në ju. Vetëm qartë. A pse aty Andrej Stripin njëri të do mos e di do. Scratch my back, I scratch yours. E diçka ty Andrej të mos e di. Edhe diçka nuk e di pse o vëlla, nuk muj me ta thon Ibro Deli, po Deli, nuk e di pse çto e kam. Po bësh e della ti. Ti s'u do të kam të pas në radhë se po gjithë se della. Ibro, që kë do më thonë, Ibro e dina që e ki emrin, apo? Po që kjo Deli, a është emër artistik, a është, a ka të bëjmë nëjsen me mbi emrin tonë? Mbi emrin e kom Delio. Edhe tani me i fillon me i mbaron. Ibro Deli. Edhe shkoj ke nice. Shumë nice, edhe do më thonë, po do këtë si emën tamën artistik, kështu, që do edhe e lypin, sërqirotin çfarë emni artistik me hi në kësi. Po dhe tash llogaret, do me të leme, do me të bleme. Ja, sek, do më thonë edhe emni dhe kejt, po qa keseni ma i qartë është, do më thonë, kena me full edhe për ato, po na kem të full edhe ma herët me Ibron, do më thonë, është super artist, edhe shumë i veçantë, edhe me hi që tha dhe doni në profil të Ibro s'ki qa shetë, dhe më thonë. Një me bësanet mira, Ibro. Me të hup ato njëri, hup. Kërse kujdes, kur të një. Edhe ase jam se ja ketë montajë, vla teshe ketë montajë, ase. Të arej sen. Ibro, projekti fundit ke Të dua. Po, se qashtu dashta më janis për që ma hup topin një, se dashta me thonë, unë të dua. Aja ke shprejnë kuj dashnin, Ibro, a u kom veç si projekt shtë? Kule aty ja shprej dashnin, Allah, Të dua. Jo, mërë s'pa dashnin. A e speru pe i thotë që ja bën Sami Kurteshit, unë Të dua ti e din. Po, qato e ka. Para më në me thonë, jo, çfarë s'ka lidhje me to. Jo, mërë, kush është? Qato është këtë kusi, këtë ojka qato. Ja, fantazi, po më nej, në dashtë vesh me të ngus kësha bedem kuna se një me Të dua është fjallë që mas pak të përdojnë në si raptisha dhe me thonë. Sidomos në zhondrën e juj, kjo Të dua
Po tash llogaret e më ka met edhe për më herët, se sa është puna e mimza, edhe zakonisht ai muhabet që ka shumë më ka met një kobil e kom pas një 2 muaj ditë, mas çdo 5 minuta me ka thjesht ato bollaves, unë të dua ti e di. Thash okay, diçka po më jep se kjo, diçka duna me bone, edhe ka dalë super projekt. Do me thonë nuk e ke shti vojsin e thoqit presidentit veç se tu ka përshtat kong, po ti veç tapat, do me thonë të pas kalon shumë për shtypje që ka thonë edhe ti në basë që asaj ke bu sene na? Jo une, po ketë shqiptarizi kalon për shtypje, ajo është ase lafe i connect që nuk e kja të menume, unë të dua, të edhe. Sonik. Amen. Do me thonë, ajo konë fantastike se me qëtësin matë modhe në botë i bro. Edhe kujna e ka thonë, do më thonë, ajo dhe është shumë për të dëshiruar. Subjekti u konë edhe maj po. Ajo ato sa shikoj informata, sa s'di, seriozisht nuk është se... PDK-ja VV-s ja ka thonë. Ja, me politik edhe kujna të VV-s. Sami Kurteshit. Ajo koha kur e ka thonë ai, i bro, ma se s'po përcjell se shumë koha kur e ka thonë ai edhe kujna e ka thonë, do më thonë është ekstrem ikonike qaj. Okej, që bëj ka halo ma shumë ikonike me historia, na? Dy pot kuptime të ndryshme. Okej. Se me thonë bifi maj madh që ka ekzistuar në herë njëtë, nëse veç me ta përkthy ma kështu ma urbanski. Po di si... Tani kur ju kthejke edhe Anton Çunit, i nderuari Boshkobu. Ja, u konë, do më thonë te ke pikërat, nëse ti se pas ke ditë bifin, po pas ke moshë se të kalon për shtypje. Ti veç atë frozën për këtë. Mu veç më vjen dikon me kap diçka që është e bukur edhe ne kthejnë ato temën në kry. Fantastik. Sani që ke mas intereson të po më një mu që ambu një përshtypje nga veç e fajë më është ke spoti kongës një, kështë e bu ti përsi. Po bre dhe mu kalon shumë përshtypje, si me pas bo vetë. Kalzena, qa është tripe e spotit, pse personazhi Knusi, pse kështë zgjedh ato dhe pse Knusi u do ke këgja një farë mafjazhi, këgja se ja mërvesh? Edhe nësysh është një si toksisiteti që ktheja, se sa tu kum dosh me paraqit paka shumë edhe një person që është narcisist në vetën zakonisht edhe që ka metoda toksisiteti për me mujt me bo për vete dikon, po dhe të njëjtën kohë të largon, pa apet i kthejhësh, paka shumë që ajo është, unë të dua të edhen si ton kohën e lut kënenaj, e lut një këthy, e nësë e jo ma mek ma blokun. Tani mas anenaj, prap se prap, kur ti kthejet, prap ja bërnaj dallaver që e largon, edhe që ajo është paka shumë. Hypset vrava është hypset vrava. Ja, ke fantastike edhe si me thonë ai tipi, do me thonë keq që do qaj për shkuve ti ke, po spotin e kështë ti ke bu vetë spotin, a? Po spotin e kum bu unë, tash në kuadrë të Knusit, Knusi mu tash njerës paka shumë që edhe mjekën e dinë që në Knusin e kam alter egon tem që në përdorin gjithë ka. Yes. Edhe plus ma ka kapë edhe si dorë këtë komplet qaj e tatu. Edhe tatu e ki? E kom gdhend këtë në trup. Puna e Knusit, tash spoti është i realizum komplet me AI, prej fillimit deri në fond. Mu ka desht, mu personalisht po më pëlqen shumë me punu me AI stash se përsho që krejt idetë e mia dhe atë imagjinatën tem artistike që e kam po mëj me shfrenu vetën edhe me bo gjona që në tru temen unë gjithmonë i ku menu, po jenë konë shumë atë vështirë të realizushme. Edhe qëto tash përsho që ja kom nis me shprej vetën, me komplet ngjyrat e mia që unë i kam. Me qa për dënë ti dhe më thonë. Exakt. Edhe që kam burin për shtypi, bro që e ke qitë edhe në Instagram e ke qitë që e ke shkru që sakt të shkru me AI që po dënë me buni që si spoti, dhe më thënë edhe qatë sinceritetin tënë e ke shprej edhe me video. Nuk është që këj pak risk? Ajo është paka shumë edhe metoda e marketingut që unë e kumë përdorë, se është tashte po ma mërmanja jo veç mu, po edhe keve jena në atë kone ChatGPT që edhe me e pyt për zonat ma të rëndonta. Edhe ajo normal që nuk është realizu që është thjesht se ka pos shumë punë dhe ka pos edhe një ekip që kena realizu edhe kongën edhe krejt, po për mja u thjeshtzu paka shumë njerëzve që atë idenë që shumë që ka po menoj me realizu me qitë projekt, është qajo, peduni qështu, a faktikisht nuk ka desht këtë me i punu vetë. E soja u ka lecu punën, do më thonë, AI tu pos parasyshën për para, për shamull në gjerime, maltretime ka 5 motor, 6 motor, 7 motor, set, edhe me ardhë për me montu, për shamull. Do më thonë, plus 2-3 ditë montem, e senet, tash sot ta ka lecu punën që kjo AI që, do më thonë... Plus ideat e tua që jo konë, do më thonë, jo të zakonshme.
Po normal që i ka proza dhe kënse të vetat, është shumë normale se edhe më herët ke xhirimet e spoteve që i kum pas, që i kum realizuar, kam pas lezetin e vet, se edhe gjatë xhirimeve ka lezetin e vet, ajo emocion s'përshkruhet as edhe lodhja s'përshkruhet, besëm. Edhe është lodhje, po është lezet se e din këtë komplet procesin, e kallzon komplet emocionin që e ki ato, jo domosdoshmërisht gjithçka duhet mu realizu, e jajën duhet me përdorë veç si tull. E çfarë është më e rëndësishme, se kjo as nuk zaventon kur gjë, as nuk thjesht është një diçka e re. Ta ndihmon e kiç ato edhe mundesh ndo gjona që ndoshta janë surreale edhe që s'mund mu realizu faktikisht në jetën reale me kap një vëmendje. Po ne prapë gjithmonë jemi pajtimit që duhet me kriju edhe gjona që janë me xhiru. Edhe këto veç me shti si pjesë që me nxjerr. Sa ta ka qellu me përqindjen e llogaritë me çato që ka minuti edhe çu dol, a ka halo hapësirë që kishim dosht halo më mirë apo 100% qysh e ke para menuar çashtu realizu? Po ata ka jap çat rezultat çato që ke dosht. Po, në fond jam kon shumë i kënaqur me rezultatin që u kon, po unë kam një se dia më i thon të lash tjetër ajo, po unë për më nuk e di çka të bë. Unë thjesht bëj, dyqysh ja nisi me bo edhe del ku del, po çaja është këtë, dyqysh nesja se tani ajo e gjon rrugën e vet. Si thojnë tu po tu bo. Bash, tu po. Më shaj. Para se me shku te Konga, se duhet me ngu Kongë një, ati ke fundit ta mërvesh, sani ke shumë i mirë, duhet edhe njerëz me ngu ta shajna të full, po personazhi Knusit. Po. Përfundimisht, qa është tripi Knusit, qa të lidh ti me Knusin? A ka të bëj me naj personazh në jetën reale, edhe ty se me thone paraqet përmes Knusit, a çka të lidh ty me Knusin që ti se me thone ishe i lidh me të shumë? A veç është imagjinar kështu? Jo, Knusin unë e kam alter ego. Domethënë unë si i Brodeli që jam, unë e kam një alter ego temën që e përfshitën kon Knusin. Unë e kom cek edhe më herët. Disa prej virtyteve kryesore që janë të Knusit, unë i kam, jam kokfort, domethënë unë nëse jam sy, unë në të kom e pas. Tjetra është Knusi po na çon mëngjes kështu, Knusi po knon. E ka metaforën e vet edhe dorën zemër, në Knus e ka shtëpia. Mos jam syft pula. Edhe ak pas që thonë shqiptar, të na Knusi në pula. A e ngojmë kongën? Yes. A e ngojmë kongën edhe Renes Shemon është shlëna Knusin, edhe unë të dua ti e din. Që ke shumë smooth. Pa emër me Danin edhe Gaqen. Klan Kosova FM 95.2. Jemi rikthyer prapë në emision edhe e ngum këngën unë të dua të edin të i Brodelit edhe jepni komentet e juja për krejt ata që jënë të nangu edhe kanë mi po edhe rilësat kur ju thash që është një artist kontrovers, që është një super artist që kë qa bën Ferizi edhe në këzban përstoja me sigurt qa bën të donë? Po dhone këne ka pak. Interesant. Ibro, për ata që t'njohin, ti e mon, do më thonë që trajektorën e njëjtë, konstant e mon. A e kështë e bo në i skandal me dhejzë ma shumë? Po besoj që... Se ti e ki që tripin tënë, do më thonë, e ki atë botën tonë që... Sakt. Veç e ki një trajektorët që nuk ndryshon. Po tash... Nuk jeton në botën e showbizit, domethënë çysh bojnë tjetë për shembull me met ose me hinë në qendrën e vëmendjes, domethënë. Se kjo pak nëse e ke vrejt, nëse e ke përcjell pak showbizin, zakonisht që kjo seeking for attention që thonë këta jashtit, tani ç'të më bëj gjithçka. Po, është i Brodeli ç'është. Po besoj që tash këtu unë s'kam nevojë me fol se fol puna jam, se unë asnjëherë deri tash sa vjet po bëhen që unë merrna me komplet pjesën e muzikës, artist lagu tam, dhe tash kësh dalë diçka. A dhe nëse është të nkona, jo do shprimi, jo kjo, jo pse ma shumë, ose, po jo, është këtë thjesht pjesa që te e shërë suksesin tënë dhe qaj që adëm të me përsu të njerëz. Unë asë njerë nuk është që e kum pas nevojen, se në vëmendje kum pas gjithë. Jo, ma shi qare. Edhe nuk është që vuj për vëmendje, po varet dhe me thonë njerëz
sa e ushqej negën e vet me çat vëmendjet. Ose në cilën linjë don me çu. Po edhe ajo është pak edhe smujnë veti, besoj që zakonisht Patjetër. nëse don të ankohen me kon në qendër të vëmendjes me gjona që thjesht pse. Ose s'përkasin ty. Po gjithsesi unë respektoj edhe atë pjesë të aty në njerëz se secili ka atë rrugën e vet. Sikur tjetri që unë e kam rrugën tëm. Sakt. Jo, na po folëm për botën e artit se kur te menon Ibro është për shembull kogja problem, se më thon për artistat e ri, sidomos. Nashte po menesh që rruga pak më e shpejtë, më hin treg, okay, ose jo në treg, po hin për shembull në botën e artit muzikës, dalim pa, për shembull Ibro dalim pa, okay. Po tash për miron sy të tjerëve e bëni gjest që a den ndoshta thotë okay fuck it, si o bëne po ai Shkon çobe si ferro, për që po shembull. që po thot te zake. Pero ma shkon. Unë mendoj se çka do të hyp shpejt edhe zhdryp shpejt. Okay, interesant. A den kjo është sikur të bën një shtëpi, varet çfarë themeli pjaset edhe sa do të mësu tani më në lart. Suksesi nuk është diçka që të vjen brenda natës, mund të ndodhë një blow up brenda natës, po ka shumë punë dhe ka shumë njerëz kur kem rritë deri çat par pikës që për me kon çajo. Thjesht s'po di, nuk Një artistit i ka ndodhur brenda notës. po ka plot çore. Don Johnit i ka ndodhur brenda notës. Unë prap nuk e menoj që ashtu. Jo në rastën e tij, unë s'është që e di shumë mirë, se s'është që kam një uri kështu më tregu drejtën, po e di që secili artist ka punu shumë derisa e kemi pa edhe na. Se unë besoj që ka shumë njerëz që mund nuk e din as ekzistencën tem. Po ata nuk e din që në nashta po bëhet një kohë shumë e gatë që në punoj, edhe nesër mas nesër mundet një projekt, një këngë më mes në shumë maramense edhe ma nejthën ka dol kë. Edhe është shumë normale me thonë ka dol kë, po se ata nuk e din se si kum dal për paran. E kjo është një shtys për mu që duna me punu hala ma shumë. Yes. Momentin që punon hala ma shumë, edhe ki me ardhë me një pikë se s'ki nevoj as më prezentu se thjesht njerëz kanë me ditë qa ke bo se puna jote ka folë për ty edhe jo skandalet ose diçka tjetër. Ti mund është me realizu projekte që mund me qenë skandaloze, po në aspekt artistik që do me thonë e tha një barierë ose del jashtë normave çoçni stereotipeve që ata i menojnë që do të me konë diçka qështu, po jo faktikisht mund të me konë diçka tjetër. Përndryshe, nëse është fjala që është pëthu ti, që është e përshkruve mas mirë ti që mos më përsërit, faktikisht edhe spotet i ki interesant edhe një me, i ke bu dhe sene që të na nuk i kena pa. Për shembull një prej seneve që komentu e maj me në konë spotin që i ke bu me mask cigarës. Ja din maskën që i ke bu këtë me cigarë. Dhe për thonë ajo konë e arzakonshme. Se me thonë, unë menoj që kjo është çka po lyp ti me bu se çka e të bu ti, e që se bojnë tjerë. Do njëra për arsye besoj. Që për çata ti e çka që veçan. Kjo që po e thu ti s'tashtë kjo vetë e vërteton që ato që thash më herët, që unë nuk kam nevojë me fol për të se që ti ke pa edhe ke analizuar dhe tash ti fol për mua. Tash kjo është puna që unë pretendoj me realizu. Kam qef me punu ma shumë, edhe tani kur ti vjen momenti pak me fol për të dhe me spjegu nashta pak edhe procesin ose ajo që kam rri deri te ajo pikë. Jo, unë kjo puna me maska, se unë nuk është veç hera e parë kjo puna e maskës me cigare, është një tjetër edhe me pilula, tableta, kokra, me shkrime, me ngjyra, ka lloje ndryshme. Edhe ajo e paraqet komplet një alter ego tjetër që del çatare knuse. Unë zakonisht kur t'jam me maskë, mdokët që çatare kum hi, a din si këta superheroj që veshin atë uniformën e vet. Unë në momentin që unë e ka maskën, unë çatare kthena komplet në atë personazhin tam në knusin që jam unë. Ai mbilem është një lojtar, se dia kështu futboll, por është një lojtar i Sportingut, Gykeres e ka amnes, s'po di sakt më thon, edhe se më thon sa u kon në Angli, nuk e ka njoh kërkosh. So kon lojtar mesator. Tani shkojnë Sporting në Portugali edhe dheze shumë, po tash çka dheza e më shumë ke puna e maskës. Se më thon çdo festim e bëj me maskë. Okej. E tash ai po kallzon tha derisa nuk e kom qit maskën, tha se më ka njoh kërkosh. Momentin tha që e kom qit maskën, tha jo më dalëm pa, edhe unë tha edhe njerëz ta të njoh ta beden. Edhe Ibro çashtë në botën e vet, bëdoj me maska edhe të hin në botën e vet artit, tu e ça artin mos ne. Edhe këta që bëjnë grabitje nëpër pumpat benzinit, tani policia i çet me fytyrë.
Se ajo që të ke qapë të nalë me kon vetvetja. Kodi penal. Vesh kodi penal tham nol me kon vetvetja. Ibra spotet ti për naj se falem. Kush për t'i bën çdo ide bëdoj? Se është kush ka probleme e ideja në disodit. Për që ta kënë të full dhe që ta është bre. Po jo, po më nej ti po foli për AI generator, po edhe për këto tjera, domethënë ti krij kit vetë me tekste, me spote, me këta. Se po në menova që jena të full për çdo të fundit, apo den. Po ti edhe tjera ti kistu për sek. Tash nëse kthyrëm në aspekt kronologjik, dy spotet e kalume që kanë qenë, domethënë është Athu edhe Jaranat, kjo që përmarrë me maskën me cigarë, këto janë të xhiruar me telefon. Okej. Me Jarana, bashkë me Jarana kum dal jashtë venit, me do vana edhe thjesht kum xhiru. Okej, domethënë ç'është? Tripatu. Edhe po në momentin që krijohet konga unë pak a shumë unë halo pa nis diçka si projekt unë e di vizualisht në tru temën unë shoh çu ka me dal klipi, çu ka me dal konga. Pak mund të më dal diçka pak më shumë se më pak që mund të më surprizu, po kështu faktikisht veç e kin kry ashtu. Veç në krye kam, kështu që e di unë fort mirë çka më bë. Po kjo është shumë më mirë në momentin që ki edhe ekip. Gjo që është shumë ma probleme gjithse nëse gjohën për shembull njerëz ju dy për shembull sot që e marrni emisionin, ju jeni përshtat me njëri tjetrin edhe lexoni me sy, edhe e dini njëri tjetri pak a shumë, e që kjo është edhe në ekip kur të realizon kongë dhe gjona tjera. Pa a din pse të veta se për shembull se dia ke vrejt okej teknologjia e ka mri pikun e vet për momentin. Po për shembull ai ke pa do spote që janë shumë cool edhe artistat më të mëdhaj tash ty e kthy, si më thonë edhe old school pak, apo ti mësoj, ai ke pa 4-3 ja kanë nisë me bu shumë kohë të fundit. Para se me dal AI generator. E çata menova tash kur ti shish as spotu ty se pas na menu kur njëçi me telefonin ke bu. Po jo çato kanë qenë me telefon. A dy spotet më herët Toksiki edhe Konga Mukatek, ato janë të xhiruar me kamerën Insta360, që mu ka desht vetë me majtë ku mund të trop. Edhe ajo kon të xhiru ton kohën edhe manena ju në veç i kun prej edhe kun bë montazhin. Nice, çato do të pshavë do të tripat vet. Para më vet artist, vet kameraman, vet koreograf, se edhe moska tek këtu i bën vet apo. Po. Domethënë gjithçka vet. Krejt vet. Domethënë i multitasking. Jo, i ai vetë është kur ti stash të duhet edhe me zidu. Nëse çata dosta i pas ka, çfarë ekipin, po. Ja ni muka pak. Po kaj herë po janë. Ja çit kaj cigare çepit mia. Edhe kur të menoj se unë po nëmoni gjithmonë edhe në shoqërinë ngushtë edhe krejt gjithmonë unë kum net edhe kum pas profesione të ndryshme që s'kam pas lidhje me art. Domethënë sa herë që unë kum skumujt me hi me diskutu fort me ta. Po me njën më ka pëlqy begi shumë se ma ka njep menimin tamam drejt. Qysh menojnë ata? Exakt, se unë kur të pës diçka kam unë edhe di pak a shumë çfarë përgjigje kjo më jep se unë di pse po të pës. Domethënë se po du me marr menimin ton se jurist ose se një profesion tjetër. Po ç'i s'ka të bëj me artist, me xhelozi, me ti si publik, si del që kjo kombo, si kjo çapo do këtu. Si në dëgjues që shëshe. Eksakt, domethënë kur ti del, ato janë menimet që zakonisht e bën diçka e pyet në Jaranë diçka, edhe e din se ta menimin e sinqert. Nuk i kikse që ta bëjnë rrafsh, domethënë të tregojnë edhe nëse si pëlqen ose se kanë problem. Çajo është krejt. Çajo. I bë kështu pjesën ai labelit s'ke menu me kona. Po unë edhe atë kesh një mu me kon pjesën e labelit për shkakun. Qitohen muhabeti që po ta marr për pjesën e ekipës. Yes. Labeli është ekip. Yes. Në momentin që vizionin që ti e ki edhe vizionin që ti don me arrit në aspektin artistik, edhe nëse kjo bën përputhje me vizionin që e ka dhe labeli ose çata njerëz që ti don me bashkëpunu me ta, atëherë ajo është sa pismiri që thonë. Ja, se atëherë e din që është the missing puzzle edhe thjesht e gjoni njëri tjetrin, punoni me njëri tjetrin edhe krijoni diçka të bukur. Unë gjithmonë jo vetëm në aspektin e label, po unë me shumë njerëz unë gjithmonë jam koni hapur për me punu, unë kam shef me kriju. Okej. Gjithmonë kam pas shef me kriju, po më pëlqejnë edhe gjona që janë origjinale. Do më thonë momentin që ki originalitet, si njëre, e ki një menim autentik, e ki zhvillu me menimin kritik, den me edhe e posedon qatë vetbesimin që çka do që të bën të thjesht e vesh. Se nuk mundesh vetëm me thonë fjalë ose me bëni projekt cilën ti
e thu dyqysh si në siklet ose nëse you own it, Yes. atëre po. Kështu që me krejt njerëz pa pik dyshimi kam se më punu. E nëse të kishtë thu dikush për bashkëpunim, Po. cilin emën e kështë pa matë për afërt, do më thonë me qëto që te e bënë. Që të përshtatë ty normalisht. Abden, A beson që e ku menu se Hajt befasana. u kon bagi shumë po bëhet gati dhe thjesht e menoj që këto zona do të më rridh shumë spontanisht. Shumë spontanisht, që as vet nuk e di. po, ama monet me të thirë për shembull dikush që s'ka të bëj kur gjë me lidh që s'ka lidhje me muzikën tonë edhe te domethënë Po i pëlqen çka bën? Atëherë faleminderit shumë që po të pëlqejsh atë. Edhe e respektoj dhe vlerësoj shumë, po unë edhe në muzikë unë kam shumë shoqëni që bojnë muzikë, domethënë pe emrave ma të njoftun që janë, po kjo nuk domethënë domosdoshmërisht që me përshtatet. bashkëpunim. Po. Unë mendoj që në momentin që është ai klike mes artistave me pruni projekt mirë, po kjo tani hen edhe në aspektin e biznesit që e diskutu më herët që është I scratch your back, you scratch mine. Edhe kjo është që shumicën e rasteve realizohet për numra, po ne kum pas qoftë që në momentin që t'ja nisi me buna i bashkëpunim ose diçka tillë, vallai ja do të më marrë mirë, kështu ta aman edhe me dal një projekt bagi shumë i mirë, nuk i hija asaj pune hiç. Jo, e kam fjalën për shembull, se ty te ky fundet unë s'po di sa i përcjellti artistat vendor, nuk e di çush e ki tripin me ta, ndoshta më është më njoft kështu personalisht, po në mënyrë artistike, nuk e di sa i përcjell, po se më thon ka në shete për afërsisht kishe mujt me bose të ke fundet Që kish plajt gjonë po, vetën. pa ull me fol me të se në dena për shtatë shajoj çat trepe patëm Po, në aspektin tam unë jam kameleon. Unë jam Apo, kameleon, okay. po unë jam shumë kameleon. Po thjesht unë çush e përmana dhe marrët, unë nuk është që kam korniza asnjëherë, jam shumë njerëz që unë moj me surfu në këtë llojet, po thjesht i kam ato parimet e mia në muzikë që do të më qenë do elemente normal që nëse s'japi sosën tam atëherë nuk më ose nëse është ndaj bashkëpunim që unë duna me dal jashtë vetes me kriju një zhandër komplet që unë nuk s'm flan as shpirti as zemra tas e bëj si me zor atëherë se bëj hiç. Për artista unë i du shumë edhe ka shumë, unë ishë më larg se prom. Ka shtu bu muhabet me Linellin, se ka qitë albumin e ri, edhe shpjasoj një foto se unë nuk është që jam shumë fan si madhe i hip-hopit. Unë kështu për dishmëri tam, unë zakonisht ngaj muzikë naj house, lo-fi, elektronik, diçka që ma mush dopaminën, s'dish me spjegu. Vesh nëse është naj kong që është ma shumë që të them vesh. Edhe kështu jangu komplet albumin edhe më pëlqej bagi shumë albumin që e kish ndërlidh, u dalloj që është ka mirë, edhe pjasoj një foton me fytyrë tam të prisht. Kështu thash kur sa të nguç çto po më duhet me majt fytyrën çaçë po ma transmeton sa fare emocione ka zot mirë atë kur të arrit ke ka za nice. E çfarë zhondri mune me thonë që të boj Ibro se për shembull na folëm më herët se më thonë ti jepi aty në artistave që e ke nisë ndryshe po je të vazhdu këtë diçka tjetër. Se më thonë ti e buni far për stashmërie me thonë, qa mi thonë këti, çfarë zhondri mi thonë mas pari? Kjo e bjanë se stash jem him fole, dhe me thonë knuse ka bo në habitatin e vetë. Sakt. Unë menoj që se cilë artist e ri, kur t'ja nisë, normal që nuk do të njëre me punu, me gabu, me tentu, derisa e gjon vetën edhe e shë ku flenë mas miri. Unë kum punu deri tash bagi, kum bo, qa me thonë, afro swing, kum bo hip hop, bisa kum bo edhe najfar minë regatonit ledi shka, atë stasht faktikisht po bohet një etap bagi e gjon të kongve që unë kum gjithë vetën bagi mirë, është tech house e kombinu me hip hop. Dhe me thonë, që shë përmena marët, unë qef jam është me ngu muzikë elektronike. Më pëlqen melodia shumë edhe më pëlqen gërshëtimi i melodisë, të zhandreve ndryshme që mund është mi shti, edhe në tech house e kum gjetë vetën që po mëj edhe me lëshu versa në të edhe me bo gjona që në të kapshme përvesh. Për mu sa një kryesor është me uni mirë. Momentin që njëhet mirë dhe ta pranon veshi pa ta vra, atëherë ajo është kryesoja se që ta thirët në muzikë është melodi, do të me pranu mirë, mandej hen teksti, koncepti, gjona që ti do në me i përqu të njështë të tjerë, edhe kushite. Mandej hen këtu tjera që finalizojnë qatë projekt. I den edhe kuna i kipën zhoka njëherë, po aj nuk, se me thonë aj nuk është të e bu që të sem, po
s'po di ka të rock Kanye West. Një 2-3 sene më duket fundit I ka pas mu ka duk pak a shumë si ngjajshëm që keni bu sene. Cilat? S'më kujton në shiko, po I ka do spot interesant, po ai ai pa spotet. Jo, po edhe për ka muzika, sa e pa të ndru kogja shumë, se me thonë zhondrin bile me ka njoni edhe që e ka bu remix edhe Black Coffee, ka një super sene ka. Okej. Të kallëzoj mas njëra se s'mo bjen me në po një 2-3 sene ka Kanye West që I ka ndru, se tani, a blin që e pa qatë problemin që dul për muzikës, që s'bëjke mo muzikë, po tani kur u kthy me një zhondër tjetër. Se me thonë, nuk është Kanye West që ai hiç. Edhe në thash, edhe në atë ka me ngu ato, tani ka inspiru pak që ajo. S'pedi për cilat e kima saksesh, bashkë shtine me këshyr. Qa shkojna me muzikë, bashkë pasna me... Okej. Pasna me po, do më thonë, edhe me këshyr, qka qysh tek. Qa do shta me dvetë është, okej, të dua, unë të dua të din ke... Hashtim thaqe. Jarana, Whiskey Cola, a thu, jënë kongë që I të përdojë shumë edhe sempla, mi thonë sempla? Të kongëve tjera? Po, mosh me thonë, po. Qa është tripi së ty në kongëve që ty marë semplat? Po, unë më përgjithësi, unë komplet personazhi jam I Brodelit, që unë deri tashti bëj ma shumë muzikë, është që ajo njerëz me I bu mu një mirë, tashti. Se mu më bojnë mu një mirë, dhe më thonë, momentin që unë jam në internet, e shon një mim që mu më pëlqen ka shumë, e një laf dikon që dikush e ka thonë, është një muzikë që une që përmena, nëse diskutum privatisht që ja e kam edhe kafeterin tem, unë jam rrit të ngu muzikë vjetra shqiptare, se ato këna alëshu shumë, edhe une me Xenin, Danin, Sinonin, unë I kum gu këta shumë edhe ja u di kongë gati krejt bili kur të qajna I gotën që jam është ka njerë edhe me ngu edhe një për që aty në kongëve që është puna Jarana më ka me që ajo puna me shështi thash unë këtë kongë gjësysh duna me bo dhe me realizu edhe po që kjo është ajo që thash edhe mare që nëse si shgërshitu qash mirë që me dojnë qash zhandrën që për du me bo edhe me dojnë konga e mirë unë se kësha bo edhe am do këta a the që qëto e ke bo në Barcelonë. Jo, Jarana atë është realizuar në Pragë, në Çeki. Okej, po domethënë I ke marrë dosë atje dole edhe tu ka lidhë edhe atmosfera qysh e ke bo. Bash eksakt, se ka nga u koni supozume për Jarana. Në për autobana këse. Edhe pse ato e shej laf tjetër, nëse nëse. E di. Se Jarana shumë me zeti ka. Çka kishte thonë, ai ke vet kur e ke marrë tu, ai e shkruar me autor origjinale? Po, është ndjeni. Çka ka thonë ata, okay, a? Dritën e xhel për më ka hap. Unë jam një shumë I knast dhe ajo tani masane I ka vazhduar. A ka ngu sanën? Kongën a ka ngu? Po besoj që dikush të hap aprovimin pa ngu. Edhe si shkon. Aja ke jo, e menova te aja ke çu përfundu me kongën? Okay, çfarë po thon? Po, është dërgu projekti final, e ku marr dritën e xhelbërt edhe manena është dalë. Çfarë tha poshtë, çfarë tha kur e ngri sanën? Kongën. Personalisht me Sinonin nuk fol. Okay, ti s'pas ke fol, okay. Jo, personalisht me të s'kum fol, po përmes njerëzve të përbashkët. Edhe pse njerë në ka ra ashtu me nejtë shumë shkurt, pa ajo ka qenë halo pa e pasu një idenë që kom e realizu. Që keme bo? Po. Se shumë do isha me ditë reaction që shka reagu e kure ka ngu kongë. Edhe unë e pa me Shumë do isha me ditë që shka reagu. Njëtë link kognitet. Zëqëre tash unë e kam andryshën në momentin e paru ose në arë tjetër që kam mëro me naj mënyrë ose tjetër mu taku me të bashku me bo pytjen se kam qef me ditë. Ava dhe që ata dhe se shumë trep, se do më thonë të kalëzëva, në falim me arët, se me thonë, okej, njeri me arë najsen, po e len originalin. Për shambull tajna, e buni një sen që tash një kongë të re, po originalin e refrenit ja lat këngëtarës shqipnisë, domethënë nuk e ka prej kur gjë. Po ti kishe bën mënyrën tonë që ke fantastike. E s'do të isha me ditë çka ka thonë ai. Nga shëtimi që ajo, se di, kam qef me ditë nuk. Edhe që kam voni për shtypjet, domethënë që edhe për projektin e fundit, unë të dua të edhin, prej sinceritetit ti u quj ka shkru djallit të presidentit që domethënë edhe ai me kon në djeni. Me kon djeni për fjalën që edhe pse Çka ka thonë ai? Po, edhe pse ajo është hyrë publike domethënë. Reagimi tina? S'ku marr përgjigje. Se ani da okay, më. E ka lexu, e ka po?
Se di, A, se unë di. e kum bo për hir. Domethënë kë ka but veten. Kë dej aty e ka pas. Po normal. Kë tash me shkon shpes Jo, punët. realisht se edhe s'ka nevojë as që po thotë fytyrë publike është, ai ka thonë ato Ata publike. ashtu publikisht e ka thonë, kështu që Ai type për copyright nuk njeh. jo, më Ka shkoj. shikohet të Jo, loshë jo, të rejtë. është çështje për hir të korrekcisë me që Yes, vjeni krejt dhe çajo. Që me qenë shumë Sa korrekt. korrekt e losh po vret gjenerat e Po, re. bre. Korrekt se me kona edhe çka ke sajnë mas sick ever ke whisky cola që kishte marrë atë kongën e famshme. Më sot se që t'ka bo përshtypje mas pare se ndoshe që mënyra e vallëzimit. Pas ka marrë malli me nguse di juve. Po zonë, çka kena me guse, kena ndisë edhe ato. Presu me Do me shojmë. do me thonë Ines, mas që solën a qëta është i përshkojna, po whisky cola, do më thonë ajo është the best. Që kështë marrë që ato whisky cola. A mas e që u bo memes, qaj sintashe, Jo. a marët? Jo, kjo është Kate komplet, për nuk u kona aktiv mimas kur zhesh. Aha, okej, menova që mas e që u bo, se tani u bo ai sintashe u bo shumë famous, mas Çfarë dhe. kum përdorur? No, dhe, a me dhe që ata, mas muzike po. Çaj është Kate energjia se e ke vrejt konga është shumë e mirë dhe gjithçka në rregull O, ç'është jo. ajo marrët. Po, zakonisht qëllon një personazh ose qëllon një moment, një momentum që e bën Kate komplet Ama- çat energji që E qenë tjetër ke nivele. ato desha më shumë. Ama jo, the best, dhe. Ama komplet, do më thonë, krejt fokusin e kanë të aj. Absolut, Bovakia zveshin nuk ta vron, do më thonë, të e këshyra ata. Ama është tepër nice që mënyra që ka integru kënë muzikë është shumë nice. Po shkona me do muzikë, pengojna dhe whisky whisky cola e cola. famshme, edhe tani po kthej hum. Femër me Danin edhe Goshen. Klan Kosova FM, 95.2. Jemi rikëthy prap në emisionin pa emër në frekuencën 95.2 edhe 90.8 për rajonin Dugaqinësi dhe jemi live në platformën numër 1 në vend Art Motion në kanalin numër 1. Jemi live edhe në klankosova.tv, ana që keni butonin komuni me prek dhe me në ndëgju. Këtë platforma bën krejt, Allah, veç dhe më Veç thonë. adani. Po dhe më bëmë si më këshy, veç kulturën ju e kallëzën e të ke fundit, asë në kjo përshëndesa, mas kur gjosh. Për krejt ata që u këshën vonë, sonte me neve, është në studio artisti Ibro Deli. Një me Ibro, te po do me lonë që to Ibro, e kënuse, për shkak me thonë dikush kënuse. Mirë se ardh. Apo, okej, do më se kina e Mos se kam problem. Me neve, ase të thonë diçka me neve o kënuse. O thashën edhe marrë, po bëj lërë le të më dhërë, se s'ka problem. Të qërdur të rëmë. Po, da, e një me që ajo foto për mi kënus, ke fantastike, man. Ikonike, është ikonike. Benem do nuk të njefshin se me nëshë qa është kush o kjo artist, da, bëdin, se na, si më nuk kena mësu bashkë ashtë me po sena, bëdin. Si kësi jashtë. Me që jemi të tjashtit, për ty kanë shkru edhe do media tjashtit. Kërë. Që shuar puna deri shto me shkru edhe mediat e huja për ty. Po jo besani Ka dole ti mas Nuk ka është bashkë tani vogël. Që dhe ke tha që ka dole ti mas Superman. Ka ti. Ka! Ba, shqare. Jo, adim se po thom nuk është problem, se tash te në botën e internetit te je vesh një çajo pulla se themën na ndëgju neve. Jo. Te je vesh një pull larg. Do më thonë, jena në kohën e internetit që te ki akses në komplet botën pas një pik barriere, kështu që si gazetar, artista, dizajnera, futbollista, çka do të ka të keti kin internet. Kështu që vizhvaret Po, jo. Është edhe tjetra që ka qatë shumë, sa që a beden edhe Po, pse tani kum spikat? apo e kuptoj. Çaj, edhe ata po. Sak. Atë lifdona be? Lifto, më stani. Po qëre, të ke... Ama më të si të lësha Ashtu qëre, bënë të modhe, Ja. Hajde. Nuk është çështje interneti, ju ka pëlqyer tash në platformat e mia që unë kam ka video që mund me ecë dhe shkojnë bagi shumë viral, edhe në momentin që ajo i ka lënë komplet edhe trojës shqiptare, ju duket interesant. Edhe në momentin që ju duket interesant, zakonisht njerëz që nuk pritojnë ose nuk ja pritojnë më t'jep lulet që thojnë, më t'jep kokrat, shkruajnë, jepin, interesohen, çojnë email, pëdojna kush je ti qa ke dasht me bo me këtë sem, se ka për shembull që kjo video 3 milion klikime, qa është
pse ka marrë ka shumë popularitet. Sakt. Edhe mandej unë përgjigjna, shkruajna, folëm, kam kontakt me shumë gazetarë dhe unë mbambutës. Edhe privatisht e diskutum që domethënë një këngë e jotja është ëlshun në një prej festivaleve shumë të mëdha, toksike. Po toksike. Që bashkë është çka që kanë të diskutuar që është një buton larg. Në momentin që një prej këngëve që për mua ka pas shumë jehon që mi ka qel i ka thyer akullin ashtu kënga toksik që më kanë kontaktuar edhe në festival shumë i madh në Amerikën Latine më duket. Okej. Që më kanë thënë edhe kanë pyet domethënë me lshu këngën edhe si ju ka pëlqyer bagi shumë pavarësisht se ka qenë bilingual edhe shqip edhe anglisht. Edhe do në zamër ku marrë të rëshedh kër e kum po videon ton ata njerëz të ngu kongën thash veç i kum shel sytë kum thonë mëre do zote sa të punoj edhe one ma shumë me qenë jo veç zoni jam ato po me qenë edhe fizikisht se normal si çdo artist tjetër ëndra më e madhe është me performu me një audiencë shumë të madhe një stage shumë të madhe në aspekt profesionalitet maksimal edhe thjesht me mushliru është ndjesie pa përshkrueshme. Fantastik. Qa kështë të vetë dhe më herët, mja plotësu danit pyetjen ke, se me thonë ti për shembull na folëm më herët ti pjesë e labelit nuk i kërkon, për shembull channel të YouTube-s nuk jemi në ai kompani këtu te na që jemi asia po. Po tash jam. A je? Ka një javë që jam hier. Do të thonë tash para se me dal kënga e fundit. Nice. Do të me thonë, yes, do të me thonë që nëse si e kon pjesë e çtyne, se me thonë çapo diën e organizatave se kompanive me të mbështetjes, me thonë që shëron kontakt mediat e huaja bashkë te kënga jote po më lej. Çto ke interesant çka sa. Kjo është unë prapse që po mbien me përsërit me thonë që jeni klik larg. Po interesant çka. Tash jo vetëm në Kosovë heq, po edhe në aspekt botëror thjesht njerëzve nuk ju intereson më ajo pjesë e diçkafit, po çka ti po reprezenton. Çka ti po bën tavolin. Unë kam shumë shembuj të artistave që thjesht nashta s'kan qenë edhe produkte të labelave, po thjesht e kanë marrë një vëmendje shumë të madhe në prezencë online, manenaj ka vazhduar në aspektin profesional dhe ka nec. Kështu që është vetëm një klik. Do të thonë klikimet edhe gjonat që të përcjellin njerëz ato kur nuk e din në vesh kujna mund me shku, se në syt kujna edhe thjesht mund të çel shumë dyr. Edhe kështu e menu versionin me të kallëzu drejt se te na për shembull ka dhe gazetar shumë të huaj këtu, se më thonë të mediave botërore më të mëdha, më thonë ne thash garant një apo opsioneve që më nova unë ke thash garant që je taku me ta. Jo, ka prezantuar dikush me ta dhe masti u hije ka pasur që ti pak më ndryshe se ana vden. Ç'kjo ke një opë ideve. E çka të kanë vetë ata kështu kryesisht çka intereson ty i bro? Çka kanë dosh me ditë pe the ata? Përveç muzikës po më se ti bën shumë, domethënë edhe spotet interesante edhe veshja jote është interesante apo kupton? Po në momentin që i kanë pa produktet sa ne çoni prodhojnë në moment. Çfarë ju ka bëu për shtypja aty ne? Çato kesh të shpjegoj. Okej, as të çakën zet, as të shqiptarë çakën zet. Sa vjen se la. Dile va ne gosh për çështë. Hajde, vashi çfarë. Ju ka duk interesant, mund tash prej eksperiencave të kaluara, prej revistave që kanë qenë Black Digital në Londër, në Amerikë. Tash edhe po PR-oj pak edhe emrat, po më vjen pak keq, po ju ka pëlqyer dhe ju ka duk më shumë interesant kanë dashur me ditë që çat pyetje që më bënit në fillim pse Knusi. Pse pe ndërlidh ti Knusin me projektet e tua, çfarë do të thonë kjo për ty, se ju ka duk interesant, edhe ju ka duk diçka edhe e re se tash kjo puna me Knus po bëu mbagi do vjet që unë e përdori. Edhe përveç asaj na edhe projekte tjera, domethënë realizimet, veshje që i kum realizu gjithmonë kam pas edhe natyrë abstrakte, kam pas koncepte për mito, zdia s'ka, edhe në qatë që është një shembull e kam një projekt që ka qenë, domethënë, që s'është i publikuar as në Spotify as në YouTube, po është vetëm projekt për Instagram, fillim kur e kum qit, është çajo që e përmana më herët me durë të gata, çajo me durë të gata kur u kon ai ju ka duk shumë interesant, se është, domethënë, vizualisht nuk mundna me pa, po jam unë edhe i kam 2 dur, rreth 20 metra të mbushna çast gata. Tash te kjo doshin me ditë çka ke dashni me thon atë se ajo mund të më qenë shumë weird nashta për sy.
na është edhe eye pleasing, vorët pe shijev, po gjithësysht që ka me qenë diçka, ka me qenë që është interesant. Është diçka jo e zakonshme dhe çka ke dashur me thonë me atë sen. Edhe unë me ato. Çfarë mesazhi ke dashur me përcjell? Ato unë paraces tani mandej edhe përmes tekstit, se thash në momentin që unë realizoj kongën, ato unë kallëzoj se çysh jam një djalë i ri edhe çysh komandra shumë të mëdha edhe në momentin që unë punoj çfarë shumë edhe merrna me veten edhe punoj domethënë unë jam gjendje me i marr krejt ato kokrat e mia. Edhe tash në momentin që çfarë shumë kia dhe çfarë shumë punon mas andej janë dur sa më gjata që janë. Kopi më shumë sane. E komparasit në aspektin vizual, domethënë figurativisht, që sa më shumë të mëdha që i kiti ki me kap më shumë. Çajo kon interesant që ka duke edhe ty në mesazhin që kum përcjell. Nice, mirë, më pëlqen. Kjo puna e stilit se po na bën më përsëritë ku po çarës po kemo i se domethënë sanet janë që shihen dhe po çata tipi ju bën përshtypje njerëz, për shembull punën e stilit tash. Shumë ti e keni stil koha të veçantë dhe interesant. Edhe çfarë po mendojnë tjerë për ty tash? Ideja është kjo se na jena edhe pak si popull para gjykus i bro. Domethënë edhe kur të shohim na dikën që s'është se më thon për dishmëri si tjerë, se pak a shumë na jena me një vend kit po veshëm çtash. Çfarë po mendojnë njerëz? Sa po mundon me kop? Po. Në farë forme. Unë edhe kum thon marrët, opinioni jot për mua nuk ka problem jam. Unë a din kështu në përgjithësi, a din opinionet respektohen, a din trajtohen këtë në rregull, po thjesht unë jo më marr për bazë. Unë edhe thash marrët, unë kurrë nuk marr personale. Unë qëllimi jam pavarësisht çka do të bëj në jetë është me kriju çka mua m'pëlqen. Çka unë dua dhe mua çka më bën mua një mirë. Mandej, nëse ka njerëz që e gjojnë veten në projektet mia, në këngët mia, në veshjet mia, në konceptet mia, janë të mirë sa ardhën edhe thonë, okay, shqyqyr që edhe dikush tjetër pe bashkë ndjej pe bashkë ndjej ka edhe ku mujt na shtahone përmes një këngës ose përmes një veshjes ose përmes një klipit me prun dritë ose me kthy realitet menimet e dikujna që nashta nuk ka guxim ose nashta nuk e din as çka po ndjen. Edhe kjo më merr mendja që është pak a shumë si jo detyra jam si artist, ato i ndjejun e vet, po roli i artistit është që me mujt me përshu një emocion edhe një ndjenjë që tjetri nuk e din as pse e ka. Edhe thjesht nashta nuk din me spjegume me fjalë, po thjesht alshon një këngë dhe thotë okay, ngoqit këngën e çështë jam. Apo den. Dorsta më ndërlidh çdo diçka. Tash kjo po tregon se ti çka po don me kallzu me art edhe domethënë se çush e sheti artin edhe je në rregull me çto. So e sheti këto si edhe me kthym profesion edhe në profet me thonë ashtu, me çit stil që e ki, ata merr mendja ty që ç'më thon që folëm na ka me kop sa ma gjën këtë të na që ti me mujt këto edhe me posi shumë profitabile ose që penzojna që po diskutojna na për punën e këta që knojnë dosma, këta do më thonë me bo lek, me një fjallë me bo lek pesaj. A shetë mundshme ti që to me qëtë stilin që e ki? Gjithçka është e mundshme. Gjithçka. Por gjithçka është e mundshme. Tashti unë jam shumë i vetëdijshëm që zhandri që unë e bëj është një numër më i vogël i njerëzve që pikërisht për çfarë po? Po, pe kuptojnë komplet ato, po në ndërlidh na ton kohën me veten, s'un po bëu tash edhe një kohë që unë asnjëherë nuk dal jashtë aty në kornizat mia që unë reprezentoj për diçka më shumë ose diçka më pak. Kjo është do të më thonë që a bën ti çit kompromis, a nuk e bën? Jo. Besoj që me pas dash me bë kompromisin e kisha bë më herët. Po asnjëherë nuk u ndosh, unë punoj begi shumë edhe në jetën e përditshme me shumë gjëra tjera që kështu shqyr zotit unë jam rahat, jam mirë, edhe jam shumë i kënaqur. Jam shumë rregull me veten, edhe kjo është ajo ato bebat e mia të vogla që unë i kam për shefit tem, kënaqna me to. Përmbushin ashtu. Edhe po besoj që ata pak njerëz që më ka rënë me bë muhabet me ta ose rastisht jam taku në kafeteri ose në rrugë ose çapo di, ato fjalë që mi kanë thonë kur i kanë ngu do projekte ose kur e kanë poni diçka, ato më kanë lënë pa fjalë se unë e kanë thënë në mënyrën më të sinqertë mundshme. Unë jam për njerëzve të ri që sare që vjen dikush edhe ma thot se unë ku dal në qytet edhe si kur gjëj edhe thjesht është shumë normale që dikush ka mujt më ta pa një këngë më tani edhe kur vjen edhe do këtë
ai të një, po unë thjesht nuk e di as kush është, edhe ti thot do muhabete të mira dhe thotë wow, okay, ka dalë se na shakon. Është që ja vlen edhe për çtat tek e fundit. Kur nuk mundesh me ditë te kush mundesh me pas impakt. Çka do që ti bën, sidomos në momentin që ti bëhesh pak më fytyrë publike ose krijon diçka që tjetër kush ka meni. Se çto e patëm në një pyetje ma hajde dan, po se ti na start pa lidhje. Një po folione sta. Çish është Ibro në muzikë, më shumë si krijuesa, si rebel, domethënë asaj që e sfidon industrinë e muzikës shqiptare. Ibro as vet nuk e din çka është. Ibro është Ibro është çështi tekët me kon. Ad hoc. Unë çona me një mëngjes vendosi me kon rebel. Çona në krat majt jam rebel, më tekët me bë diçka rebel, them okay, kjo është pjesa jam ja. Çona në ditë tjetër më pëlqen, çona lazëm pak. Them okay. Sa më se ka lazëm. Sa djali mirë. Ashtu si në Suedi. Nuk ka pak në troade me shu lazëm. Çona në ditë tjetër veç çona edhe pa kurrëz. Kështu që unë çaj që thash marrët nuk ças hesh kuvizime. Ma mira, sidomos kur e ki për veti. Se çashtu edhe është njëre realisht. Çohet që po thuti ka erë thu, o me çit koj shika. Kur s'është në morën e njëjtë. Thu me çit koj shika mu kopsat edhe u kry. Kallzon kur të kopësh ti dinë këto. Çështë diçka unë po ta pyetën te Zaki që ta buën se më thon na folëm industria, tash puna e klikimeve, domethënë gjithçka është u bë për klikime, Ibro, domethënë po e ngjende artistat me bë gjithçka, e me punu gjithçka me bë gjithçka. Artistat e gazetarët. Ana janë edhe gazetarët, apo po tjetër, çfarë, mos çesëm della Ibro, ai edhe popa po këshir me mor klikime. Po, të nuk çes della Ibro, me vesh emrin tos dip se vja huçi, domethënë. Tash për marr puna kur vjen puna të forma. Domethënë Ibro, a ka vija të kuqa s'ka, se për shembull politik ti s'pe përcjell, po politik për shembull zakonisht partit kanë vija të kuqe, po tani i fshin ka pak. Ka fundi i fshin. Ibro, a ka vija të kuqe s'ka? Po çka po nuk kupton me vit kuqe? Për shembull thu për shembull çit zhandër çit artist nuk du hesh kornjet me po. Ose për shembull thirr një artist ose artist shumë i njoftën, ose ti shkruan asajna veç për fan. Ama te din që veç për klikë ka. Veç për klikime të e bush. Unë thash marrët, kur nuk thom kur për kur zëhesh. Okej. Çona në ditë mëngjes u thash edhe vetëm tekët. Përgjigje korrekte. Edhe në tekët. Ama jo, unë thash edhe marrët, për gjithçka ka kompromis përderisa ti nuk del jashtë vetës. Jena me një industri, normal që është biznes, nëse don me bu diçka më shumë ose diçka më pak, mujnë me kondo sa në dvuk. Unë ble bashkë për këtë sanu në ka ndodhë edhe në aspektin e marketingu që realizoj, përdori taktikat mija të marketingu që janë organike dhe thjesht e ka ne që shme thoni prapa vit vetën që ti e bën pak ato për me pas vizibilitet ma shumë. Aja është në rregull. Po se di, halon ashta se kumbria të kuqën teme që thëmë që to s'pasna se kësha bokur. Sakt. Jo, po, puna që, okej, veç e the, po, qa me novonë se na përshamë, na veç e falem që nuk ko që njerëz nuk kanë tentu me mrit dhe të fama ma shpejt. Te e ki tripin veç e kalzove, gradualisht me punu, me bu senin të në tripa tua e ki qaqa, ti s'po eskalon. Ti e në regën, në soza të... Usa eskaloj une. Jo, eskalon për të mirë, për të mirë po. Se te ke fundit... Mësë më këshërë që po bëma gjoni mirë këta. Ti vjen hoj lego, vjen vitin tjetër mësafer. Jaroni, me 100 gosma. Unë që ata përtoj, nëse se te ke fundit arti s'ka kufia, kështu që ketë në varë që është ti e shfrytëzon artën, që është ti fantazi. Që shfrymëzohesh ti për me shkruaj tekste, Ibro? Që është Ibro para se me shkruaj një tekst? Mudi ti, na që përdo i tatrit. Edhe që ato është ajo që Ibu kur nuk e din kur ka me shkru. Apo, a? Jo, nuk është kjo që t'jepë. Nuk është më rorë punës ashtë. Unë më harët, unë thash, më harët shumica inspirive më ka ardhë për njerëzve. Se unë me qenë se tash e kum ndryshu pak lifestyle edhe një më tunaj shumë vetë, po mbjen e kum bo një farë fitness shpe, po ha buk mirë, po e kam një farë atije, një farë rutine, po flej herët, bërës tash më ka kaluar orë gjingjët. Qa ta përmen, a? Knusi që të herët. A më dhe plan herët. Po, vesh këtë kona e najtë mirë, që shto e Bën ka njerë për kompromisë dhe knusi. Inspirimet zakonisht i kum pas për njerëzve, si për shambull në momentin e kam atë aftësin
s'di qysh me spjegu empatisë ose në momentin që rri me njerëz, unë vjedhin kuptim të mirë të fjalës. Ja u kop ato karakteristika që thënë. Eksakt. Okay. Karakteristikat, storja, tash në momentin më harret që më ka rënë me shumë njerëz, ka pas shumë njerëz që janë ardhur më kanë tregu shumë storje, edhe Na i fjalë ka met aty këtu. për fjalë po se po zësyr sidomos me shoqni jaronat mes vete që kanë aja si muhabeti që se kupton kur kush po vish meta vëden. Ata më thonë po du me qitë që to, pse se di po du. Qajo konë shumica inspirime kështu. Po tani mane tu po tu bo, thjesht ka ndodhur që më konë në diskotek, muzik thjesht e kumni diçka që ato ja kumni s'kum shkru. Okay. A den kjo kur nuk den. A kështu shumicën e teksteve i kum shkru në banjë. Kështu e kam. Tu i një fugat. Jo, kjo adem kem kamet se unë kum punu shumë edhe më harët në lokalin tënë që e kam. Okay. Edhe s'kum pas kur kohë, adem kështu ta mon mul dikone, ato veç i mëshan dëgjuset me veti. Edhe është një banjë nuk është e madhe, e banjë e vogël. E di se kush të konë atë. Edhe sa i kisha 5 minuta diçka veç që isha e mshel qatë pap ato, shesha ato, okej, tap më veke pap, tani desha. Edhe Fix fix, çfarë kohë natë mira. edhe fix Atë vetë. mungoj një bro. Se cilës anë ka pas momentin e vetë. Okej. Unë thash edhe marrë kur e përmanëm punën e qëndërimit zhondrëve dhe gjithçka, unë menoj që kjo është rruga jam artistike që shkojton kohën. Që dën me njëk. Jo veç që du me njek, po na jena njerëz dhe na jena të supozu me ndryshu, me evolu, Okay. me Update-irat. me diçka çaj më update-irat, edhe më pëlqen ka herë që e shënaj projekt që kum bën të kaluamën e them çto se kisha bë kur. Amo kur e kum bojëm një mirë Koha se u kum kon bë, qashtu. u kon koha jam That's një it. çashtu, u kon nice dhe them okay, bravo, grahi. Po na shkruan Beke, kena një koleg këtu, po thotë pyete tash që po rrin më shumë vet për shkon fitness, ku qysh kemi inspiru për me shkru tash, se that më shumë të njerëz, tash e pas ke një rutinë Tash pak e ma tri vet, pat ashtu. fitnessit. Po më pëlqen si pyetja, Po po. Tregoj kallzoj Bekit që edhe kish ka gjallë jesa interesante edhe në fitness. ka materiale Po dhe Kish specie interesante edhe ani në kur të fitness. qelën zhabicat. Që kur je i fort edhe pejgurit nxjerr diçka. E vërtet. Interesant është ky komuniteti i fitnessit. Interesant është domethënë. Po, Po vjen vre. me najt me njerëz unë nuk ushtroj se edhe unë se ke shqiptar të hajtë se dajt nesër. Po. edhe? Hajtë të vera. Se fitnessi e koni të keqe i bro, ty veç kokehin tripatina po e koni të keqe që desa të shkon. Se tani më po me hin tripat fitnessit më nuk ka që pe lejsh atë punë. Është mentalitet. Është mentalitet edhe nuk është vetëm për fitness, po kjo është sa ti Për don me mri një jetë, sa ti don. Unë mendoj që truni i mirë është në trup të mirë. Okej. Unë mendoj që secili njeri do trupin me konsideru si tempull edhe në momentin që ti trupin e ushqen mirë, han mirë, pen mirë, edhe ushtron ti skiçare pa me menu pozitivisht. Gjaku ja nis më të livrit më shumë. Zemra ja nis më të punu më mirë, ti skiçare pa menu gjona pozitive. Çfarë Adem. disiplina e bën të vetëm Është inputi, outputi. Tani ti është çysh don me pa veten. Dy skleka i rresh, dy skleka i rresh. E po, të lutem tash, ë? Ne kemi kesh kuptimin. E një me aje bosh vill? Se kështu e vesh gjën. Ja, kjo kon kërkesë e Knusit. Ma Okay. shumë se me qenë se e bona dhe tatu Knusin thej ke dyqysh s'po rren mirë çështë në dorë, se dora po do këtë si pul, kështu që ushtro pak vële le dal tamam Knus. Bile let mushat këto. Kërkesa e tina, po A gjare. edhe ky po alitet. Apo a në mërës ko lidhe, Qa të ke punë i ka. ko hirë dyqysh edhe i shkën. Po dhe. A pëden, vesh me pas me rancia me pas pula afër. A ki pula të Veç akiti ideja se pula sa dush. Qysh që me pula se qas ponina e bën këno si shro klëç në qurane. Burri plak. Gay, çoran gay. Po në historia boni klankosovas disa e pa. Por I shro zote. klëç më burri plak çoroni. Partija më kam bërë story për Se që çoran. dere so jena këno si pula jena okej. More mos është me AI pa ire. Jo, për në me. Ajo sigur çdo valet. Okej. I kish rëzej vot, i kish knoq. Jo, la original, a ki pula knus? Jo. S'ki pula, për me të je vesh të najt veç vet. Fantazije. Ç'është po mënon kështu pula? Ti je knusi ku jon pula, vlla, ki pula. Jo, A s'ki pula, Fol ne? shprau. Ja, çete. Ja, pedin saksa po thonë ne. Jo, po ne edhe qysh unë kam pak edhe të larë se pula që i lypi tamam me vod me dy gogluca që i bëjmë.
Jo me vot katunit s'ka ma, mos lep. A kesh pula në fitness vëlla, tash nusi që po ushtron, a kesh pula në fitness. Ja, Ama jo, kjo fitness e shpe. Tega. Apo çfarë disipline më daj, shumë flosi disiplinum ka. Se shlet me koni fort. A që qane? Ibro, në këngë tua, a i rënëzën me artista tjerë, a me situata që ndodhë një jetë përdetshme? A përden te e paraqet për mes këngës? Po, une më përgjësin, zakonisht e kum vrejt vetën se une tu kriju pe sha dhe kush jam. Se zakonisht nuk po moj kush je edhe ti metë, se s'din shka, po zakonisht tu kriju janë nisë edhe shë vetën paka shumë kush je ti, shka bën ti, qajna të tua. Shka po dën ti? Unë e kum vrejt që e kam një armë shumë të fuqishme që unë e përdori sarkazmën ka gja shumë në projektet e mija. Edhe ironizimi po është, po zakonisht është edhe si foli për vetën e tretë. Është edhe paka shumë me vetën tem, po edhe me njerë që më rrethojnë, po edhe stereotipe që i krijon shoqënia. Edhe me çato. Do më thonë, te e gjunë kur restonin, po e gjunë edhe pak ma largë. E rrugë gjën. E gjuj largën. A ka pas në e moment për shamu kër njerëz se me thonë nuk ta kanë kuptu artë që e bën te dhe e kanë zirë kitë konotacion tjetër i ka njerë. Se me thonë, edhe ti ke dashur mi paraqit kitë diçka tjetër, po njerëz e kanë këtë kuptu. Se me thonë, tu e pas parasysh, qysh je paraqite. Jo, më qato shket pojenta. Me keq kuptu? Jo, me keq kuptu. Me interpretu në se cilën formën e vetë. Aha, okej. Do me thonë, une e bëj, mandej, une la shumë hapsin që se cilën njeri në bas të vetës, personalitetit, karakterit vetë, aj me interpretu qysh dënaj. Edhe kjo është komplet, unë më mërmenja që kjo është këtë komplet qëllimi i artit edhe i artistit që është. Se artit ty duhet më të bo me ndi diçka, qofta emocion pozitiv, negativ, ose çka do të koft, në momentin që ty e ngani një projekt ose një këngë ose shet diçka edhe të ngjall emocion, artisti ka kry punën e vetë, se ta ka përshu emocionin, mandej te din çka bën me të. Po, sak. Qëre, dorën zemër, na veç e falem se po na bëjmë përsërit, po tash edhe qarës nuk po ki pa i full çdo sene. Për shembull, rasti i këngëve që i bën ti nuk është i njëjtë si me një këngëtar tjetër. Për shembull, si më thonë, po di një artist me marrë çfarë dush ti, për zonë Tajnen, merr Tajnen për fillimit e ka qitë këngën e re, se më thonë, mënyra që ti bën këngë dhe mënyra që bën Tajna, për Tajnen s'ka vend për këtë kuptim. Te ti po. Mënyra që shparaqitesh, çka thu teksti sene, spoti, dalon shumë prej, apo kupton? E çato po thon, çato ke ideja pse mund me të keq kuptuar njerëz ty. Në çet aspekt apo na, apo kupton? Se e shem si krishën për shembull, si krish është ka tripat vetë, vëlla, e çet kongën. Po, apo merr as kusht ideja. Çfarë, nëse është diçka që është pak më eksakt diçka që don dikush me ditë ose në projektet e mia të kaluara që unë kum realizu dhe masane që më dal me ne spjegim që shka rjedh ose të ka rjedh, aja është ketë në regull që njerëz kur do që unë jam i ftuar, edhe një jam i ftuar edhe më pyet diçka që nështë ta mënët me u kon pak ma big deal, unë mandej e spjegoj. Po, prapë se prapë edhe nëse kesh kuptohet, ajo nuk është hes problem. Të thirr konferenci, kesh kuptoni. Për shembull ti paramendoj e ka spotin me beba, dyshysh ketë me beba, me kamerë, domethënë tash pra unë paramendoj njerëz që se më thonë jo nuk e mësu me çështë me këngë të stilit të Ibrit, pa nuk e kam po tash. Çështë po lur me beba dikush s'ka. Plus në klub po shkon këtu me beba domo, apo kupton? A mërash, domo ose. A di që i shurdhën? Jo, në momentin ato që shohin njerëz në klip edhe me këngë ato e dinë shumë mirë se është nuk ka tek më ta buni beb. Po tani format që ke paraqitit, çaty është pak, çaty është pak. Çfarë plastikë sa? Po, çfarë real po dëni posa? Jo, po dikush mund të me kesh kuptu, çato beba që i ke qitë, apo mund me kesh kuptu ke diçka tjetër me menu. Apo kupton ku është ideja? Po, prapë se për letë menojnë. Po thu ti për çfarë punë të e bolë? Jo, s'm të e bo për çfarë punë, po nëse dikush e kesh kupton ato i ki dy mënyra. Ja kimi najt me çat opinion tonë edhe me spjegu edhe me posat as kritik s'është ajo ndaj vetës, ose kimi ka njëri shumë korrekt edhe kimi ardhur më pyet. Therrë vëlla. Ti aroni jam. Hajde bjeni ko. Ti çato beba. Ka e ke zuti çka tek? E këshyra 3 herë po s'ma kapke. Do njerëz dhe s'është edhe supozume mja kopë. Po shkoj ke edhe në ta kotë kënë mua dhe. Do më thonë nuk është as projekti destinum për ta.
Ai muhabeti që është parja shkon te parja, ky shkon te ky, ai shkon te ai. Tash edhe projektet e mia besoj se i dëshifrojnë çata njerëz që unë ja Çe kam vesh? Jo, vesh që mirë, mashallah, ama bash ata njerëz që e din, e kanë botën se tamë pak a shumë e kuptojnë edhe Është ajo mosa ku domethënë e kop, e deshifron hale paçi. e dini ju këshini. E dini saksisht. Ku ke qef më tunë shu kong mas shumë ti? Në klaba, në festivale, në koncerte, ku ke qef ti në kjerre? Ndëgjuse. Ndëgjuse, po, Da, ndëgjuse, po se po. A ti po më në shpe kur jetu nëj? Ja, po se po. Jo veç në shpe, po e kam fjallin që për me përjetu Me fillim të mirë ashtu. Qato që unë detajet e vogla që unë i punoj në studio, ato në momentin që i ki qëto dhe te je i hëpt në botën tane, që atëre ti mundesh me përjetu që ato shumë mirë. Sakt. Po edhe tjetra, se kjo është pak edhe kontroverse, se kongë që unë i prodhaj zakonisht janë supozume me ungume një zërem shumë të mirë. Okej. Diçka që ta drill Sakt. komplet, se zakonisht kongë kanë shumë basë, është një prodhem shumë i madh ato që realizohet edhe që atëre mosh me po në aspektin profesional, sa qysh edhe sa e mirë është ajo kongë, se qa të bën mundje. Se kam qef mja u dritë zamën në kështë pak, a vedin. Sakt. Ka keni farfor me vezveseli ashtu në kualitet të zërit që me të qështë. Qashtu qysh për thënë këta të Këta ti, nëse ke lafi më që më vëshnejse. Qa kështë thonë, a je gatë shumë me kënu në festival një bro? Festival të madhë fjallë, jo kështë me kënu në përneja. Po. Je i gatë që më në shumë po. Pa problem, dance stage. A i shkon njoni për ty në sa një? Po unë u thash unë për çtajem të e bune, zakonisht unë qefja ma i madh është me konë ofër njerëzve. Para që soj mose. Çfarë do mos, qoftë ata 10 veta me konë vetëm përpara nëse i kisha pasur në momentin që dal ato e jam jashtë për me jep keq ato që unë kam si artist. Po edhe ajo si Sunny Hill që është një super festival që realizohet e na që sot bile bashkë para dite më ka me nejt me dikon pjesëve të organizues të festivalit edhe diskutojshën do tematika dhe do zona që janë festival ajo jo veç one po se cilë njeri që bën muzik është ëndra e tij më e madhe që skena profesionale, ndriçimi profesional, audienca shumë e madhe edhe normal që se cilë artist kësh pas shef me e bo. Po unë jam shumë i gatshëm. Unë e bile mendjes po pra se vjetë e di që kom janis me performanca. Okej. Jam shumë i gatshëm me bo. Edhe qatere keni me po plonin. Shumë, më të ka zëtëri shumë jam kurios me të po live qysh po performon, se dorën zamër, na e falem edhe të martën emisione kalu, se me thonë shumica e stradës, Ibro kam problem, na edhe pak falem jashtë, po s'po ka zëj që ka na fol, po se falem shumë se. Ja, kalzo. Yes, qas dela. A që shtëpi ma publike? Yes, qas dela në ma mirë. E falem edhe të martëm edhe sot me ty pak që, se me thonë artistat, shumë ju të pas problem, sidomos të na me kënu live. Edhe unë shumë jam kurioz me të pa ty qysh performon live. Edhe gjithë qysh dësh me na thirr, me na shkru. Mbetet të shihet. Për shembull Sunny Hill e kom pa që ju ka jap hapësinë shumë artistave të ri. Po shumë është tani mirë. E atë ka nuk ka ardhur ftesa hale pi Sunny Hillit, a? Jo, alo s'është e kom pas ftesën për Sunny Hill. Okej. Po kështu e s'është e kisha pas shumë e qef. Po Okej. besoj që unë edhe besoj që secili sa ne ka timingun e vet. Yes. A din secili guri i ron për shumë vend vet. Vjen momenti i vet, Vjen gjithçka koha. është koha, edhe gjithçka përputhet. Se nashta unë nëse më kishe pyet para 2-3 vjetë a je i gatshëm, a do të më performu, nashta edhe ata kisha thon po sot e marr vesh që atëherë nuk është se isha kon çash. A din se Nështë u kon koha e gabume. është edhe koha gabume, po është edhe ajo periudha që unë e desha qa po du me bëhe, e di çka po du me realizu, po thjesht nuk je i kompletum Artisti duhen kohë të gabume. Edhe ajo më nëshme thonë edhe ashtu s'pedi, po tash e di që se edhe ku menu kështu tamam si Sa? vjetë që po e thëm këtu se s'është shumë kara me thonë marrë, po e menoj që si vjetë i ka ardhë vokti me Çuplënin. Me Çuplënin bash. Sakt. E kjo punë e albumeve, Ibro, apo a e të punu ti çfarë drejtë a bën album ti se tash albumet si tu bo, nuk është u marrë më kërkosh me albume mo. Për shemb përpara ka pas u ka punu dikush me mujt ton ose me vjet, ndoshta me çit një album, si më thonë një 10 traka të mira. Nëse unë prapë menoj që shukon më herët
edhe është një fazë që kanë bën jashtë albume, tani ka qenë këxha një fazë që s'kan bë, edhe sa që e kanë nis prapë bojnë. Edhe unë vesa përmana albumin prom që GTL, para ditëve dole edhe albumi i Kreshës edhe festimit. Masterpiece edhe ajo shumë sa një mirë. Edhe po bojnë, ja kanë nis po bojnë edhe albume. Nëse këta që i përmend të Ellenelli, unë Ellenelli një edhe kështu, se më thonë është pi pak artistave që bën. Se më thonë edhe Ellenelli në rrugë kjo faza e se më thonë hip-hopit tamam edhe artistave që se më thonë kanë pasin menje me bu album. Edhe MC Kresha është ashtu. Po këta të ose këta tjerë nuk janë të bua. Për çata veta e të punu në çata aspekt. Edhe të paktën kur dalin në stage me pas çam me knua, më vetë. Çaj është më marr mendja që është the proper way to do it. Kështu është mënyra adekuate që do të moralizu. Po unë tash pianist për vetës, unë më të thon pros edhe cons pse artistat e rinë ashta kanë pak më problem. Investimi është shumë më i madh që realizohet në album. Koha është shumë më e madhe që do të më investu për me realizu album. Edhe është një ekip shumë e madhe që duhet. Pavarësisht që ti ndoshta ke material edhe mund të më ofrosh shumë material për me realizu, është ajo pika që unë s'kisha pas shef me dal nesër një album i jemi që ajo më prezanton se është katalog i jemi se singles ti mundesh me qitë sa dush projekte. Po në momentin që ti realizon album, ato duhet me kallëzu për një me kush je ti, në çfarë ngjyre dhe çfarë etape dhe faze je. Se zakonisht unë edhe di se edhe ngaj vetë domethënë një njerëz që funksionojnë me albume, se çaja ta paraqet komplet në ç'më thonë në përfaqëson është. Po, ajo e ki dyshys si Chelsea. Si kort, domethënë që unë jam çu më rëngo dhe pe fillimit deri në fund. Se në komunë edhe artista që krijojnë edhe muzikë dhe thonë, kjo këka e mirë, po ti shkon për album, i shkon e mirë me shti, po nuk është për me qitë si single. Edhe është ajo konsumi shpejt, manena ka ndryshu jo veç në Kosovë, po ka ndryshu dhe sistemi i muzikës në gjithkohë në botë. Që ton kohën po lypen veç produkte që konsumohen shpejt, është çështje TikTok-i, kjo po. Kjo është edhe kanë këtu mos si fast food. Po, kjo është veç varet ti çfarë standarde do njaçit vetet, edhe ti çush po don me kategorizu veten si në aspekt profesional ose gjithçka. Edhe sa shpejt po do me mri, falë zak. Jo, mos tani, kur jena te performancat tha që kam me pas si vjet, a ka diçka konkrete ku kena më shumë të po për naja ose diçka jo? Ka diçka. Ose në festival. Okej. Ka diçka, po nuk është se më me zbulu një herë. Se janë që po të kuptoj. E kena një herë çështë, po besoj që merret vesh. Okej. Ja se pas kanë dhënë porët. Po ka 2000 euro që kam prish. Ku ka me Pa prishet njëri për 2000 euro. A ke menu me bona i sen vet ti për në organizim diçka sa me testu veten ka je ka si? Dikon me pas në performancë. Po de? Po një organizim diçka tonën diçka. I kum pas do mini performancat vogla diçka që zakonisht ka pas raste që kum pas ditëlindjen kur jam kon më i ri. Okej. Edhe më lasa shoqni jarani komplet edhe ato performojsha para shoqnisë dhe tam. Po kështu diçka që është pak më serioze, jo, nuk është se më ka shku mal. Se kemi unë, për shembull që Yllimani që e buni, ja ka lilojën pak dorën zemën. Çat koncertin që e buni kë tepër fantastike. Edhe shumë mirë edhe bravo i koft. Bravo i koft është një sen shumë i mirë edhe 2 net 3 ne patë mushi full, 2 net. 2 net e mushi full. Shumë sa unë vlerësoj Yllin si artist shumë, se është edhe kantautor shumë i mirë, edhe është për ne më i meriton kokra që i ka. I meriton lulet një pse ka punu vrejat që punon shumë edhe nxjerr materiale dhe kualitet shumë të mirë, edhe mua më pëlqen shumë si artist. Masi jena që të masi vete qele temën. Hoja. Kush është pas që ajo të më e mirë në e artistave të na? Nëse e kështë bu një pas që... Më huq. Ska në një, Më huq, s'kam. Për Ellenilën e mura verse e pas këtë dos po këtë. Për nështë edhe bon muzikë mirë. Nuk është çështje doslak, unë për shembull ka njerëz edhe që ndoshta nuk shkoj artistikisht vetë unë me ta heq ose ndodh që unë thash edhe më unë ngaj muzikë shumë ma elektronike dhe kështu i kam në daily basis. Por më thon nuk më me u faktin për shembull që kur të ngaj Flori Muajesën edhe ja ngaj Perla që ai ka nuk më shten me i fall nat rinin adoleshente shkollës tam të mesme vëdën. Edhe e meritojnë, po me bo
ç'to është kur njerëz do të kufizojnë me bëu diçka që ato në ngeci pak. Ja. Ideja është për shembull nuk është puna. Unë ti përmani 20. Po tani çere, nuk po thomë në por renditje, se më nuk po thomë në kon me çit parën dytën, edhe najsen, jo renditja. Ideja është një pas që jote që thu, okej, qitoj kësha ngu Spotify, apo kupton? Qështu diçka e menova, jo, kështu me bo renditjen me thonë, valojnë, i për e tha të parën e qiti këto, e ta është habervers. Nuk është qëllimi renditja, sa është një pas që jote preferuma, apo kupton? Për shembull, unë për vetëm më thonë që se më thonë DJ-at Black Coffee është njëri për DJ-at mi preferuar. Se më thonë kur vetëm dikush unë e kisha shtin, se më thonë top 5 që. Okej, unë që në atë kontekst unë kam edhe zhun. Okej, po edhe zhuja është më nice. Zhun, unë komplet shkolla e mesme jam ja ka shku me zhun. Unë pëlqen edhe Timbaland. Kur jem puna e bita më të mirë që në kona are në industri është Timbaland. Ka harru këtë e bile. Është unë shumë shpesh jo këngët origjinale që janë, po hija nga veç bitat që në të kriju me pejtina. Ka, edhe unë mund ndodhë që shumë shpesh që nuk e ngajnë ashta edhe artistin shumë sa e ngaj projektin. Se ka artista që nashta nuk është që më pëlqenjë shumë projekte tjera, po me naj projekte ka godit begi shumë mirë edhe më pëlqen ajo tani ato e ndaj. Sakt. Po që edhe një me jënë të artista që jenë, se mi thonë, brand hesape, nuk është vish artist, se mi thonë një të artista që e kanë kriju identitetin e vetë edhe aden, kur te një kong tina e din që është taj. A le pak nu do më thonë. E ti po më nejnë qatë mënyrë po funksionesh, do ti po ketë, mëso po kuptoj edhe ne. Po të pëlqen bita që po bën, po të pëlqen mënyra që po funksionon dhe qatë. Po. Dhe se, që është shumë nice. Për shembull nëse të kisha thonë, Geti MC Kresha, kush është më i mirë për këtë? Kush të pëlqen? Unë boksi pyetjet gazetareske me citato. Po a din pse se ti, po jo kush është më i mirë, po kush po funksionon në stilin artistik më mirë. Se jo kush është më i mirë, se dysh, unë mendoj që Geti ka ndruar në stil goxha shumë. Nuk është çështja për ata se secili ka kokrat e vet, edhe ato kur kush nuk mund të mjau mohu, as këti as atij. Jo veç tyne, po edhe tjerëve që i ke bua ato listën me i vërmen, se po ma merr mendja që Jo, vallaj se, jo se kom bu, po. Ja, unë veç çfarë, arsye pse ta bëna pyetjen është po du me ditë shija jote e muzikës tena. Apo kupton? Kon kush çka të qyshte. Çona në mëngjes edhe ngoj apo don cash. Okej. Çona në mëngjes tjetër edhe du me nguzë qysh erën e Kreshës. Okej. A vedin varet për mundit. Është a din çush më thon, si më të pyet për shembull a më mirë është dardha a çrshia. Në fund dyat janë fruta, është çështje shihesh edhe masanë një ditë hat keni ditë ajo. Çfarë? Është keq ajo, unë s'di, unë s'moj mu për kufizu asnjëherë. Okej. Do të thonë ti mu e donet pjeshka më. Do të thonë ti gjithashtu s'ka lidhje, nuk ki ndaj fal kufizimi më thonë që nuk jem tripat këtina apo jem tripa këtë diçka tjetër. Tripat elektronikës e mora vesh që këtë DJ-a do të pëlqejnë. Me cënë DJ kështë bashkëpunu ti me dasht? Zhu, okej, nice, i mirë është valla. Me zhunë gjithësysh, unë për shembull kështu në përgjithësi unë kisha pas shef me kriju në është edhe projekte që veç për veti kisha mojt. Unë këtë muhabet e kum pas edhe me Florin që për mëna marrës, unë e du begis si shumë si artist edhe kum bo muhabet me të ma herët që e kemi lanë që në momentin që takohem edhe diskutojna diçka kena me realizu. Okej, nice. Po tani mandej normal që gjatë rrugtimit ndryshojnë gjona, ndryshojnë. Po që tani edhe ai diçka u tërheka, diçka s'diçka. Kur po thu që kisha bashkëpunuar edhe me Florin edhe me Zhun në këtë rast. Je gjithçysh çaj që kemi gjetë rrugën për me orderit të çaj bashkëpunim? Po unë thash, gjithçka është. Se them ma herë thash që kur unë tek të bëj. Po unë thash edhe më ardhur. Domethënë edhe çka rruga për me gjet a e ka momentin kur teket edhe kemë bë. Po, edhe ajo bëhet. Po, më e rëndësishme është që në momentin që unë e di që diçka ka me dalë shumë organike, ajo do të më tosh spontanisht. Edhe kanë më të edhe të bëhon punë, edhe gjithçka duket më lehtë, gjithçka është si puzzle, gjithçka në vend vet, nuk të vjen me u munu shumë për më realizu as kjo as ajo. Domethënë se cila ka pikën e vet. Kështu që unë thjesht nuk jepi shumë presion zonave për më realizu. Çfarë nashta edhe më ne kam pak të lashtë e jemi që është profesional që nuk lansoj shumë shpesh. Se edhe nuk e kam. A kina i kot për kufizuar kështu kur sos? Jo, çata unë. Ose thu s'kum lansu më te bre.
Abden. Kështu nuk është se më ka lënë për men, po thjesht më herët jam kon shumë zonë që disiplina e muzikës pak nitro e kum pas gjatë keqe. Po s'tash si vjet. E ke marrë ma seriozisht. E kam marrë shumë seriozisht, po kam shef me kriju më shumë që kjo çfarë sa dole kam tjetrën në cell. Okej. E niva Allah pak super sanke. Apo në të ngove do. E niva ke tepër nice ke. Edhe mend se s'po pres me cheat. Domethënë ajo në momentin që dal, domethënë ti ato e lën me hec ti veçanis me kriju tjetrën. Nimetra çfarë po thuaj njerëz për këngën e fundit që e ke qita, ju pëlqen njerëz? Kam rri unë kom rri me pas feedbackin tamam që shumë e kom dashur për njerëz. Okej, mirë. A ke menu që feedback? Kate komplet që kjo është unë e kom menu. Edhe në momentin që kam po edhe spotin edhe këngën, domethënë i ka arritë ato pritshmëritë tua. Bash ato pjesë unë e kom ditë që kam me pas reagim, ka pas. Edhe në vjen me ja u prekat nervin shqiptar. Edhe jam shumë i knast. Si është halo herët, 2 ditë po buën. Po da shqoqë se vetë sa u dal, cili u kon komenti më epik që a ke po komente sana që të kanë thonë për këngën. Angulesh shpesh në komente. A lexon komente ose çfarë thonë gjinja? As mirësh me atje se. Jo, nuk është se lexoj, por nuk marr kurrë personale. Jo. Nuk ndikohesh. Jo, as pak se do mos tash. Të bëjmë real, shqiptarët për komente janë shumë kreativ sa. Mund pëlqejnë. Shumë kreativ. Tash tonë është mesazh shumë i keq, shumë e po them, po për ne janë shumë kreativa dhe kanë dalën do, a do thotë ka çysh tek. Ç'është? A do unë kum pas hiç më lart se thotë se është ndaj koment se të kalon për shtypje, po kujtohet se është një me një projekt toksike, bile bash toksike kur ka dal, kamera është zhiru me Insta360 dhe normal që kur del ato janë angles që janë ma kështu, ma zonas, 360, shkoll, edhe del ato që shtu po pëni droga dhe masani po blini GoPro-ja po bëni ajo kur fal lidhje s'kesh, ta në thosha okej, shu sa nice, a sa kreativ njëri. Droginjash, unë të thonë droginjash, si qa bëjka. Lezoni, unë i hira me këshu, ashtë i qalë, unë i hira me këshu komendë vëllojnë Kate, do me thonë të ju pëlqy muzika, do me sa një mirë vëllojnë të vërëzami, bro. Bash pas na me testu dhe në kjarë qysh për njët që kjo. Se mas i koketi manjak i zërimit mirë, do me thonë, pas na me testu. Por ndyshe ta pas kam pëlqy kongën. Faleminderit shumë. Ja, ta pas kam pëlqy, okej. Jo, por në me faleminderit se tash po bujna hajgore. Ja, po, normal. Po, faleminderit shumë për njerëzve se më kam bo muni bagit shumë mirë. Po shpresoj që edhe në njëjtë me ta. Do të thonë që kjo t'jap motiv edhe me punu sa më shumë, me lansu sa më shumë, me godit, me i preksh ato pjesë ku ti don që me kopçet shikueshmërinë që e ke mri për shembull për 2 ditë që ka hecë projekti, edhe që je i kënaqur me çdo për një kohë shumë të shkurtër që ka hecë. A ka një artistri ose të vjetër që i ka pëlqyer muzika jote të tinza edhe ja ka nis ka pak me të kopju? Shamal në YouTube na veç na ka zoë parti që ka miliona views muzika jote, po tash akon një që jo s'ka miliona views. Shumë views. Në YouTube jo, se në YouTube e di që ka më pak. Po në platforma tjera është ka pas vizibilitet. E generalizova kështu apo po s'besoj që s'ka ma mërmene që kanë mujt me ngu edhe artista tjerë këngën tonë. Jena vënë i vogël, është shumë arsyesore që këtë njerëz dhe ngujna njëri tjetrin. Sakt. Po edhe në aspektin e inspirimeve dhe gjithë shkafet është shumë normal, unë inspirona për krejtve. Po dhe po, a ke po në artistri për shembull, sa 10 vjetër s'ka lidhje, që i ka pëlqyer diçka jote, ja. Që u inspiru prej te diçka. Jo, s'di shka më thonë, jo. I bro, ko kanë tripat vetë, së që i ka ronë i sen. Po nashta edhe me kona jo në isha konë shumë, unë se di unë në momentin që e marrë diçka për dikujna unë me dashtin më të madhe i thëmë që hej qëta, po më pëlqenë shumë, po më nona, po unë prapë menoj që se cilë njëre ka ato të vetën, në momentin që te edhe bën diçka se dikush tjetër, ose mënohesh me kriju një person që nashta ti si është ajo energjia që te përcjell tek. Edhe njëna pikongëve ke shumë e mira në Beqenës. Kujna? E Qenës. Marrëm Qenës, domethënë ke shumë e mirë, edhe që nuk e kishe prek shumë, domethënë ajo më duket ke pjesa origjinal. Po refreni është interesant se konga është ajo konga e dytë në jetën tënde që kum shkruaj kum pas 18 vjet. Okej. Po masane kjo ka dalë mas 7 vjetëve si kongë. Mas 7 vjetë, ue.
Këta edhe kum ingjizu, edhe kum kry, domethënë krejt komplet kur i keni kom fara postat edhe klipi ke domethënë çaj atmosfera fix çush është konga, domethënë me një farë si shisi, domethënë fix ke tepër nice. E kum thonë edhe më herët se në momentin që artista dojnë me marrë një këngë dhe me ripërpunu ose me bë remake, është një përgjegjësi shumë e madhe, se në momentin që është një këngë që ka një peshë shumë të madhe te publiku, nuk mund është ti me marrë dhe veç me bë gare me të që është trendi dhe me realizu diçka veç hajt. Po thjesht është një përgjegjësi që duhesh me mja dhon hakun ose bilet, edhe nëse s'mundesh bilet paktën me ato tonën mos me dalë jashtë kornizave të projektit aktual. Po besoj që ja ku ma arrit me të. Ibra, se gosht ka ikë që këtë temë se kumprit për teja. Po shkrive i ko fajt. So ke Eurovisioni, qëtash, a ke për cilë edhe da mund është më najep nëjvar analizet shkur se qa menoj për muzikën e Shqipnis mas pore që u qushën plën. Shkodra elektronike. Politika kjo. Politika. Pesoja dha Greku. Edhe tash pe japi pak a shumë, unë si analisti pestilit, kështu po me analisti pestilit. E tash këto ko me ta vjedhën. Së problem. Po du me thonë që muzika që fitoj, ke baja ke muzike mirë mu dok mu. Ke performansë e mirë ke. E shqiptar ta bëden shumë unë. Ça ta mërmeni aty? Çysh e ke po? A ke përcjell më spori? Po besoj që po. Po e kom përcjell natën e parë ku kanë gjysmë finaliste domethënë Shqipnia dhe kom përcjell finalen. Edhe pse pritshmëritë kanë shumë të mëdha. Po kanë pritshmëritë të mëdha se keni këngë që për ne janë pe dy artistë që nuk është që kanë popularitet shumë të madh në shqiptaria dhe erdhën me një projekt që ke bagi shumë kualitativ, si në aspektin skenik, si në aspektin koreograf, lirikalisht, domethënë tekstualisht ke shumë i mirë dhe ke komplet projekt i kompletuar që i ka komplet meritat e një fituesi. Domethënë që një fitues i plotson ato. Edhe normal që shqiptarët unitën edhe unë univa shumë mirë, se keni përfaqësim i denjësishëm edhe normal që siç e di për të vetën ka çaf më pas. Po tu i marr parasysh edhe shtete tjera konkurruese që kanë, po besoj që ka pas është dashur me u rendit shumë analt. Shumë analt është dashur. Po se dorën zemër pat shumë disproporcion mes pikëve të jurive edhe të publikut. Që një farë forme që po thute pak politikë së është edhe që së është atë. Po jaran sanet po shijen. Mos qërmëna që ti hisyve. Nese dorën zamër, unë menoj që se me sa idejën e BBC-a nëse zgaboj, se me thonë qa shumë e ka vlerësu shkollën elektronikë, so që me sa idejën edhe e ka shpoll fituse. Dhe me thonë, që shka mundësi i bro, do me thonë, anglez, do në menoj që anglez njifën shumë edhe për kulturë dhe për gjithë shka që jenë ko gjatë mirë. Shko mundësi anglez me të vlesu që ka shumë, e një Eurovision me të qitë që ka shdop të më thonë. Po janë regullat, janë politikat që realizonë, përsa ta gjithmonë në festivalet... Ama, sa që s'ka politik? Në festivalet në dhaja normal që gjithmonë ka politik, ka dorë, se ta është, kjo nuk është vesh qështje e muzikës, kjo është shumë biznes, se ta është në momentin... Qështje e përfaqësimit. Interesa është e sane. Lunë shumë rol kjo, se në momentin tash dhe vitin tjetër që realizohet Eurovisionin në shtetin fitus, ato normal që ka me pas shumë turista, ekonomia ka mu zhvillu shumë a shumë, është një gja shumë e madhe dhe është ka shumë pika këtu që... Sakt. Për shumë ma herë Shqipnia, qëre, vokalisht, qatë sa marrë veshën e se te mund është me vlerësu ndryshe, po Shqipnia unë menoj që dy artiste ka pas vokalisht pregaditën high level, Rona edhe Eugenti Bushpepa. Unë menoj vokalisht. Te vlerëson ndryshe. Kështu komplet nuk e di, se s'është një krejt. Jo, komplet tjerësh s'ki çka e se këta dy unë menoj, edhe fakti që Rona është suksesin më të madh dhe ka Rona, kjo ka dhënë master Rona se ka Aniza. Po, vokalisht unë menoj që këta dy janë më të mirë. Mund është të në shamë këshyrë edhe masnena, po unë menoj që këta dy, po problemet që ka me ndallim me shkodrën elektronike u konë që mënyra që ka bu kongë shkodra elektronike, qasja e sajnë kongë, sani që thete muzika, teksti, këto gjana, u konë shumë ma e përshtatshme për Eurovision.
edhe prap nuk bëni kur gjë. Edhe se më thonë renditja nuk Jo, e. nuk mundesh me thonë se s'ka bëu kur gjë. Ka pasur Ja, pak okay, shumë po. të njerëz, është Sidomos një të treva shqip folë se ka pas është shumë në impakt. top 10 që ka pozicionin numër 8 pe 30-60 veta, tjetër sa në që dojna ma mirë impakt ka Rona pas shumë është të në, njerëz. jo, po Rona për shembull është në kon 5 ose në 5 që ka. 4 ose 5 5 po. Okej. Krahasimi është thief of joy. S'dim ç'është më shpjegu se asnjëherë nuk jem kom pjesë e numrave, ç'është tash edhe më herët. Se menoj në aspektin tim, këta e kanë vënën e vet, e kanë bonin shqiptari për vetë dhe shumë njerëz në botë që jeni shumë mirë kur e kanë ngua këngë për ta. BBC ka shkruar për ta. Po, edhe pavarësisht edhe BBC-s edhe këtë njerëzve se syt nuk mundesh me rrajt faktin. Domethënë faktin e gjallë ki para syve që ka pas një impakt shumë të madh në botë. Në krejt venet. Edhe s'mosh me thonë se s'ka po kur gjë kështu në aspektin e pikëve ose diçka. Okej, numri 8 prap nice ka mujt me shku, po. Po dhe, në qatë aspekte me në, për disa Rona është shku në 5 që me një kongë dorën zamër që, si me thonë, nuk konë veç për neve shqiptarve, sa ato s'besoj që, si me thonë, e kanë fillit si Shkodrën elektronike. Okej, aja ka lujt me Zoe Sane që ka pas vokalin fantastik, po kështu konga nuk u konë si Shkodra elektronike. Në qatë aspekte buna, kështu diferencë, po du me thonë, po ideja ke që ajo kam rrim ma shumë se Shkodra. A realisht, vlerësimet i ka pas më të mëdha ka pas Shkodra elektronike se Rona në Shlio. Në qatë aspekte po ata. Qata edhe dveta se ti mas e veç i artist, mund është me këshy në aspekte ndryshe. Jo, për ata nuk është problem kështu se secili njëri ka atë opinionin e vet, pavarësisht që atë je artist apo si prap je dëgjues. Po, tek e fundit ajo është bërë për njerëz, për jo vetëm për artistat, por përgjithësi për këtë njerëz që ngojnë muzikë. Sakt. Po ka shumë sane që luajnë rol ato, edhe procesi votimit, edhe këshia. Ai Aronia. Ashtu të dua të edhe. Në varfër me publikut i tha ju i keni vesh veç për dekor. Se na vendosëm. Edhe për fund qa është tipi Knusi se e po në Instagram faqen Knusi që është. Knusi. Qa është tipi Knusit për fund kallëzëna qa bën tek bën edhe pa jesën për këtë ujtë. U qova. Jo, Knusi është kompania sashtë që e diskutova dhe ma keq ato ideja që në pavarësisht muzikës unë për një me jem njeri që e qej largë. Unë si pema që i lëshan rajt kamës edhe nuk din ka del, jam qashtu. Edhe në aspektin e AI që diskutu ma herët, po di shumë ideja që kam për realizoj me AI, e Knusi po mundet po ma ofron qatë lirin që unë e kam një fazë që atu që po mëj me kriju qka mas. Dhe me thonë, nëse vishë më vjen ide, qka do kofta ajo për shumë një mikrofon të fluturu se që apo di për realizoj me AI, edhe mu po më dohet shumë my pleasing edhe po shumë sen i mirë. Jo, e kom fjallën Knusi, a kom e kon kompani vesh për vete, a kom e kon edhe për tjerë? Jo, faktikisht në qatë e thash? Jo. Në qatë kopteme po ta? Në kompanin Knusi se tash po foli për kompani, jo për Knusi ka realizu edhe projekte për tjerë, pavarësisht për artista tjerë, si Beto Gjizi edhe ato i ki, do më thonë janë në fase Kida. Po, është Kida, Ronela, Patë plët ato e së një këshira. Po e rëndësishme është që pavarësisht edhe në aspektin e artistave, punon edhe për kompani, do më thonë për produkte, për ide. Me një fjallë qka do që mund është me menu, mund është me realizu me Knus. Po, do më thonë për mes kompanisti nuk ka vetjakti të e mojë veç për veti, po je i hapën edhe për artistë me bashkëpunu, për spote e gjana sene. Për tëna. Yes. Te Zaka i knash me përgjigje se ecëm. Këgja i knasht. Dhe më thonë nuk e, po ndyshe te Zaka është montazher që shumë e profesion. Montazher. Jo, ai tha është ekspert i për stilit. Po, ajo është analist është by default, kështu e ka main job, po kështu e part-time job. Po ka marrë zanat, unë pianisë me kompot njëre. Ibro Vandiri shumë ishte knasi shumë e madhe që të kishim sonde në emision. Unë për vete edhe gaqa, po besaj që u knaqëm, e bënëm një farë interviste që
ma shumë si muhabet se sa intervistë. A ke kalu mirë për na interesa? Pasha zoti po, dyqysh unë pa rre dhe që jem në intervistë. Tu lafe muhabet. Interesant që nuk e kena, domethënë ato që ka menon Ibra, që ka menon ajo, domethënë ma shumë si muhabet, edhe për punë mi ka dhu Ibra që ka bën. Po. Njëkohësisht me dhon çat mesazhin, edhe na kena një farë stili ndryshe se e thujna në mënyrën tonë, bojna muhabet, po e përçojna mesazhin që ka kena dashur me thonë. Ma shumë të më pëlqej që ke lezëm. Dorën e lehtë. Lezëm, dhe qështë tu po, tu bo, tu fol, lafe, muhabet, naj qaj s'naj prët, naj qaj të rëmësit, të naj samë. Te zak, si e A serios vëshë hajlazitën me njerë. Ibra, faleminderit. Gjë në omës botit, më nga marrë me të mirë pak. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.